Një tjetër skandal i rënd del në dritë në sistemin shëndetësor shqiptar, pavarësisht se prej vitit 2014 ekziston një vendim i Këshillit të Ministrave për funksionimin e regjistrit kombëtar të kancerit, sot, pas më shumë se një dekade, mungojnë raportet e monitorimit dhe vlerësimit për sëmundjet tumorale në Shqipëri. CNA prej kohësh ka sjellë raportime dhe skandale të dale nga monitorimi i kontrollit të lartë të shtetit për sëmundjet tumorale dhe barnat e përdorura për pacientët e onkologjikut, por sot po ndalemi te një tjetër fakt. Sipas VKM-s numër 327, regjistri kombëtar i kancerit duhet të mbledhë, analizojë dhe publikojë të dhëna mbi pacientin, vdekshmërinë dhe mbijetesën nga kanceri. Por sipas KLSH, institucioni përgjegjës për këtë proces që është Instituti i Shëndetit Publik, nuk ka të dhëna për rastet e reja, esurinë e sëmundjes apo vdekshmërinë. Nga verifikimet e kontrollit të lartë të shtetit rezulton se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk disponon raporte monitorimi dhe vlerësimi për programin kombëtar të kontrollit tumorit. Nuk ka marrë masa për funksionimin real dhe të përditësuar të regjistrit kombëtar të kancerit, nuk ka përcaktuar objektive të qarta për depistimin e kancerit të gjirit dhe qafës së mitrës në strategjinë kombëtare të shëndetësisë 2021-2030. Këto mangësi kanë pasoja serioze, pasi pa të dhëna nuk mund të planifikohet. Nuk dihet nëse politikat kanë funksionuar apo kanë dështuar, gjë që ngre pikpyetje të mëdha për korrupsionin dhe shpërdorimin e fondeve, edhe kur bëhet fjalë për njerëz që luftojnë me jetën. Në qendër të këtij problemi qëndron edhe planifikimi buxhetor. Fondet për Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza planifikohen në kuadër të programit buxhetor afatmesëm, por pa tregues performance dhe pa të dhëna reale mbi kërkesën onkologjike. Buxheti nuk lidhet me nevojat reale të pacientëve. Mungesa e statistikave të sakta e bën të pamundur parashikimin e nevojave për shërbime shëndetësore, barna onkologjike dhe investime në kohë. Mungesa e depistimeve çon në diagnostifikim të vonuar të kancerit, ulje të shanseve për mbijetesë dhe rritje të kostove të trajtimit. Ndërkohë pa objektiva të matshëm, askush nuk mban përgjegjësi për dështimin e programeve parandaluese. Në mungesë të një databaze funksionale dhe transparente, Shqipëria po lufton kancerin pa statistik, pa strategji dhe pa kontroll, ndërsa qytetarët paguajnë çmimin më të lartë, shëndetin dhe jetën e tyre.